Dhe a mjafton sa ditë përpara me të thirrë për një event, për shembull një javë? Fatmirësisht, klientat kur në jetën që kam kthy dhe e kanë lirinë tepër të madhe se shkruajnë në fanpage ose në Instagram, shkruajnë shumë vonë. Sa që kem pas edhe një rast, një menaxheri, një këngëtarës ka shkruar tepër vonë, ka shkruar 1:30, domethënë natës, po të mëngjesit që pi bjen, dhe ka qenë dekori më kon gati në ora 8. Mëngjes nesër. Nuk di as vetë që kena mri, po. Domethënë edhe pse është ndoshta jo profesionale, me Instagram, po unë jam qashtu që përveç menaxherit që e man Instagramin ose rrjetet sociale, jam kjo që kontrolloj vazhdimisht. Thjesht ai është një dyqan i mbyllur që të kërkon vazhdimisht ty t'jesh online, aty nuk mundesh me pas një orar edhe pse më kritikojnë, pse punon kaq shumë, s'ke me zonë krejt po ama paramendoj kur mri me zonë një event, edhe pse unë po flas tash për këtë event që ku marr 1:30 mëngjesit në ora 8 me qenë gati, është diçka që na kem shumë materiale. Po kur bëhet fjalë për një event 50 persona dhe lulet më kon më special, viteve të fundit punojmë shumë me lule natyrale, se kanë mri edhe klientela me qenë mirë financiarisht dhe m'ja ditë rëndësinë lulës. Edhe mri më bogati, po paraprakisht më kon tepër mirë është, unë me ditë një 5 ditë ma herët, një javë, është rregull. Po dhe nëse është 2-3 ditë e fundit, nuk di që kom këthy njëtën tem në kanë.